Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme. Ju, burrave dhe grave, të rive, të rejave, të moshuarve, që po shkruani me guximin tuaj, me qëndresën tuaj, me vendosmërinë dhe shpirtin e pamposhtur, një kapitull të ndritur të historisë tonë kombëtare. Po ngrihi vigan, guximtar, ndaj një diktature të bazuar në vjedhjen e shqiptarëve, të bazuar në drogën, krimin, terrorizimin e qytetarëve, varfërimin dhe mjerimin e tyre. Ngrihi dhe dëshmoni para shqiptarëve sedit pamposhtur se kauzën tuaj do ta mbronim me çdo sakrificë. Ndaj dhe unë kam një nderim të madh për ju. Kam një nderim të madh dhe të pakufishëm për ata 10 mira qytetarë që mbushen me 8 maj bulevardin e Tiranës dhe që u bën pasqyra, morali, imazhi i vërteti shqiptarit në të 4 anë të kombit, në të 4 anë të dheut. Një ditë shiu të pandërprerë, pas një terrori të gjithanshëm, shtetëror, pas një terrori dhe censure mediatike të paparë, 10 mira qytetarë u mblodhen për të shprehur revoltën e tyre ndaj një regjimi armiqësor, ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. U mblodhen për të dëshmuar se shpresa, se ata janë shpresa e këtij vendi, se ata janë elite e guximit të shqiptarëve, se ata janë qytetarët me përgjegjësinë më të lartë, para vetës, para familjes, para shoqërisë dhe vendit tyre. U mblodhen për t'i përcjellë çdo shqiptari, por dhe çdo qytetar i lirë në Europë dhe në botë, se nuk pajtohemi kur me këtë regjim, i cili nuk ka asnjë orë legjitimitet. Me këtë regjim që shndron procesin më themelor të demokracisë, zgjedhjet në fazë zgjedhore. Nuk pajtohen me këtë regjim që për të grabitur zgjedhjet arreston në vitin elektoral për të mbjellë terror leadershipin e opozitës si persona në nënhetim. Nuk pajtohen me një narkodiktator i cili për të mbjellë terror në qytetarët e tij sjell në sallën e gjyqit, në kafaz xhami, duke shkelmuar
Konventin Europiane të drejtave të njeriut, duke shkelmuar kushtetutën e vendit, duke shkelmuar Kartën e Organizatës Kombeve të Bashkuara të Lirive dhe Drejtat të Qytetarëve. Sjell në kafaz ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, për të thënë shqiptarëve se kur unë e fus në kafaz këte, ju fus të gjallë në vorë. Ky është morali që ky bastard i xhelatëve, Koleka Rama, ndaj dhe në mënyrë të përsëritur deklaroj se ky ka sjell moralin kriminal tetërve të tij në moralin e pushtetit të tij. Dhe ju sigurisht ngrihi të pamposhtur, nuk pajtohi me një burracak, me një frigacak, që rikthen në Shqipëri skenat e 50 viteve më parë të luftës kundër kundërshtarit politik. Ndaj dhe ju mbushni bulevardin, ndaj dhe ju vini çdo javë në këtë shesh. Ju po shkruani historinë, një kapitull të ndritur të historisë tonë kombëtare, sepse nuk mund të pajtoj kur me këtë vjedhje të tmerrshme dhe varfrim të panërprerë të shqiptarëve. Nuk ka ndodhur kur. Nuk ka ndodhur kur që kryeministri për të mbrojtur vjedhjen e tij të bllokoj hetimin, të përdor mburoj imunitetin, të nxjerr nga arresti i shtëpisë lindën e Akshit për të mbrojtur lindën e Surrelit, e cila ka lindën e Akshit vetëm si presanome. Ndaj dhe ju po shkruani kapitull 3, se ju spajtoj kur me aktet të tilla të një banditi në qeveri, të një kriminali që është i aftë të marrë çdo vendim, që është i aftë të vendosë gjithçka vetëm për të shtuar lëkurën e tij si kriminal për krimet që ka kryer. Ju po shkruani një kapitull të ri dhe po përfaqësoni këtu ajkën e kombit, elitën e tij, po përfaqësoni dhimbjen e tij, momentet më kritike që po kalojnë shqiptarët. Në rast se shohim çfarë jemi ne sot, ne po bëhem një shoqëri pa tri. Ne po bëhem një shoqëri pa fëmijët tanë. Dhe kjo është gjëja më e tmerrshme, sepse një shoqëri që nuk mbron fëmijët e vet, që nuk mbron të rinjtë e vet, më spaku mund thuhet se ajo të ardhmen nuk ka. Ndaj edhe kjo betejë epike e juaja është një betejë për vetë ekzistencën e kombit, është një betejë për të ardhmen e tij. Dhe ne do ta vazhdojmë këtë betejë dhe do e fitojmë këtë betejë. Ju po shkruani një kapitull të ri në histori e këtij vendi, kundër poshtrimit dhe përçmimit maksimal të shqiptarëve. A janë dëgjuar para folsin, i ka shërbyer vendit ti me devotshmëri, me dinjitet në armën e policisë,
janë sot 760.000 shqiptarë, nga cilët mbi 600.000 jetojnë absolutisht në mjerim. Jetojnë me një pension që nuk mjafton as për 30% nevojave të tyre. Jetojnë, marrin sot një pension i cili për fuqi blerëse është 40% më i ulët se pensioni që mirrin vitin 2013. Po, dhe më shumë mundet. Sepse çmimet krahasuar me 2013-ën janë 2 dhe 3 fishuar. Sa ishte buka në 2013-ën? 600 lek. Sa është sot buka? 1000 sa lek. Sa ishte qumshti në 2013-ën? Sa ishte domatja në 2013-ën? Sa është sot? Sa ishte ilaçet? Sa janë sot? A ka një mënyrë për të zhytur në dhimbje skamje mjerim mbi gjys milionin shqiptar? Dhe pse? Sepse vidhen dhe vetëm vidhen parat. Pse? Sepse 130 milion euro në djegësin e Tiranës janë zhdukur pa nam pa nishan. Pa dhe një tull. Sepse 120 milion dolar në impiantë e pastrimit të ujrave në Mzez janë zhdukur pa dhe një tull. Sepse tuneli Llogaras janë vjedhur 19 milion dolar euro. Sepse aeroport në Vlorës, për të vjedhur sa më shumë, do ta shpallnim aeroportin më të madh të Ballkanit. Të paftyr si këta nuk ka pas toka, nuk ka pa toka. Dhe tani, pasi kanë vendosur aty taksa tuaja për t'i vjedh 130 milion euro, tani shkojnë t'i nxjerrin syt njëri tjetrit, me Pacollin, me ata Demin, me Edi Ramen, me Lubin, me tjere me radhë. Sepse, vetëm prej natë, prej të sfazuri, merr përzen investitorin dhe gjobit e 120 milion euro. Pa bërë në llogarin të gjitha këta miliona. Sepse, për të vjedhur 90%, sa ato ishin vjedhje 100%, për të vjedhur 90% investimit, kilometri rrugë ndërtohet me 20 milion euro. Në një kohë kur, këtë vit, Greqia po ndërton për te Kakavis autostradë 27 metra me 4 milion euro, kilometri. Pra, a e shifni ju se që kapitull po shkruani me qëndresën tuaj? Po luftoni me një regjim më të shëmturin, më kriminalin që ekziston. Po shkruani një kapitull të ri dhe po përballi me mafjen më të rrezikshme të Europës dhe më të rrezikshme në botë. Por, po përmbush një mision të madh, një mision historik. Po bëni gjithçka për Shqipërinë. Po jepni djersën, mundin, guximin tuaj për të shpëtuar këtë vend.
miq, keni dëgjuar këto kohë të flitet shumë për integrimin. Integrimi sigurisht është e ardhmja më ndritur e këtij kombi, po të rikthehemi edhe 140 vite më parë, rilindasit Shqipërinë e projektonin Shqipërinë që ishte në predorinë osmane, e keni parasysh. Ishte pra e ngërthyr nga fuqi lindore, e projektonin zonjë në prendim, zonjë në vendet, midis vendeve të Europës. Çfarë po ndodh sot? Dyrt i përplas Edi Rama dhe Lubia, të cilët absolutisht nuk duan integrim në Shqipërisë. A e keni vure gjuhën që përdoraj? A keni konstatuar se si ka filluar të lviz datat dhe se si dhroj pasaportën në vend të Europës, pasaportën Vučićit? Nuk i duhet Europat, i duhet miliardat tuaja, miliardat e shqiptarëve. Por jeni ju, zëri juaj, guximi juaj, që po përfaqëson sot kombin dhe Shqipërinë në Europë dhe në botë. Protesta e fundit e datës 8 kishte një honë të jashtëzakonshme. Dhe do të them këtu, jemi të hapur. Ne jemi absolutisht kundër dhunës. Jemi kundër dhunës. Dhe ne do t'i qëndrojmë fort. Dhe kjo është forcë. Ju garantoj se kjo është forcë. Non-violenca është forcë e madhe. Gjatë sikur ndonjëherë në 8 protesta asnjë polici plagosur, i lënduar, asnjë. Ndonë se ka prej tyre që janë më kriminal se çdo kriminal. Po. Por ne qëndrojmë parimeve tona. Pra, në 8 protesta, natyrisht janë përdor fishek zjarr dhe mjetet tjera. Do të them një gjë. Në të gjithë botën, të gjithë mediat e botës kanë qenë me ju. Kanë qenë me ju. Jeni përfaqësuar në mënyrën më dijitose si qytetar të lirë. Ju kanë paraqitur në mënyrën më dijitose si qytetar me përgjegjësi, qytetare që spajtohen me vjedhjet e qeveritarëve. Kanë shkruar me gërma të zeza emrat e dyshes Balluku, Rama Balluku, si njerëzit më të korruptuar të Europës. Kanë pa tek ju, kanë paraqitur ju, tek ju shpresë e vërtet të shqiptarëve. Ndaj dhe të vazhdojmë këtë betejë. Të vazhdojmë të pamposhtur. Të vazhdojmë rrugën drejt suksesit të plot që duam. Suksesi ka një kusht, persistencën. Ne do persistojmë gjërën fitore. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Faleminderit.